Dhoma vendore avokatisë në Shkodër ka bërë publik qëndrimin e saj zyrtar lidhur me efektet e zbatimit të hartës së re gjyqësore në vend, duke drejtuar një reagim institucional Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në deklaratën e saj, dhoma avokatisë thekson se ndonse reforma territoriale e sistemit gjyqësor u prezantua si një ndërhyrje për rritjen e eficiencës dhe forcimin e cilësisë së vendimarrjes, përvoja praktike ka treguar një hendek të ndjeshëm mes objektivave të shpallura dhe realitetit në funksionimin e gjykatave. Sipas këtij institucioni, problematikat janë më të theksuara në shkallën e dytë të gjykimit dhe në çështjet administrative, ku centralizimi i gjykatave të apelit ka sjellë mbi ngarkesë të konsiderueshme, shtim të stokut të dosjeve dhe vonesa në shpalljen e vendimeve. Këto vonesa theksohet në reagim krijojnë pasiguri juridike për palët dhe pasoja ekonomike e sociale që shkojnë përter interesit individual. Dhoma argumenton se drejta për akses efektiv në drejtësi nuk është një koncept abstrakt, por një drejtë konkrete që nënkupton afatet të arsyeshme, barazi reale, procedurale dhe mundësi të përballueshme për t'u drejtuar gjykatës. Sipas saj, kur distanca gjeografike, kostot ekonomike dhe mbi ngarkesa strukturore kthehen në pengesa objektive për qytetarët, atëherë cenohet thelbi i garancive kushtetuese. Në mënyrë të veçantë theksohet ndikimi në rajonet veriore, përfshirë qarkun e Shkodrës, ku zhvendosja e gjykatave të apelit dhe atyre administrative ka rritur kostot procedurale, ka vështirësuar përfaqësimin efektiv dhe ka dekurajuar ushtrimin e të drejtës së ankimit. Ndër problematikat kryesore të evidentuara përmenden: mos përputhja mes volumit real të çështjeve dhe kapaciteteve njerëzore infrastrukturore të gjykatave të përqendruara, rritja e presionit profesional mbi gjyqtarët me ndikim potencial në cilësinë e arsyetimit juridik, vështirësi në garantimin e specializimit të qëndrueshëm për shkak të mbingarkesës, dobësimi i rolit të gjykatës si institucioni i afërt me komunitetin, vonesa të konsiderueshme në ofrimin e shërbimit gjyqësor. Dhoma vendore avokatisë në Shkodër vlerëson se është e nevojshme një analizë e thelluar dhe transparente mbi funksionimin aktual të hartës gjyqësore e bazuar në tregues konkret si kohëzgjatja mesatare e gjykimeve, stoku i çështjeve dhe barra ekonomike mbi qytetarët. Sipas saj, një rishikim i balancuar territorial i gjykatave të apelit dhe atyre administrative do të ishte një hap i arsyeshëm drejt rivendosjes së ekuilibrit mes eficiencës dhe aksesit në drejtësi. Në përfundim, institucioni thekson se qëndrimi i tij nuk buron nga një kundërshtim formal i reformës, por nga përvoja e përditshme profesionale dhe nga detyrimi për të mbrojtur standardet e shtetit të së drejtës, duke u shprehur i gatshëm për dialog institucional dhe kontribut me ekspertizë konkrete në çdo proces rishikimi të sistemit gjyqësor.